Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u kthye në shtëpinë e bardhë të martën pas takimit që pati në Egjipt në udhëheqës nga vendet e lindjes së mesme dhe nga Europa, ku diskutoi të ardhmen e rripit të Gazës. Gjatë këtij takimi historik, presidenti amerikan shpalli fundin e luftës në Gaza, ndërkohë ka një pasiguri të madhe mbi hapat e mëtejshëm për Gazën, një ditë pas një marrëveshje armëpushimi ku 20 pengje izraelite dhe qindra të burgosur palestinez u ribashkuan emocionalisht me familjet e tyre. Hapat e ndërmarrë deri më tani duke përfshirë një armëpushim dhe lirimin e pengjeve të burgosurve dhe të paraburgosurve janë vetëm fillimi i planit 20 pikësh të presidentit Trump. Mediat ndërkombëtare kanë publikuar më shumë të dhëna nga plani i shefit të shtëpisë së bardhë për armëpushimin në Gaza. Sipas planit, nëse të dyja palët bien dakord, lufta do të mbarojë menjëherë. Gaza do të çmilitarizohet dhe e gjithë infrastruktura ushtarake, terroriste dhe ofensive do të shkatërrohet. Sipas planit, antarët e Hamasit që angazhohen për bashkëtesë paqësore dhe për çmontimin e armëve të tyre do të amnistohen. Antarëve të Hamasit që dëshirojnë të largohen nga Gaza do të sigurohet kalimi i sigurt për në vendet pritëse. Plani i shefit të shtëpisë së bardhë parashikon që Gaza fillimisht do qeveriset nga një komitet i përkohshëm kalimtar i teknokratëve palestinez, i mbikëqyrur nga Bordi i Paqes, i drejtuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara. Qeverisja e rripit të Gazës përfundimisht do t'i dorëzohet autoritetit palestinez, i cili administron bregun perëndimor, pasi të ketë përfunduar programin e tij të reformës. Hamasi, i cili ka drejtuar territorin që nga viti 2007, nuk do të luajë asnjë rol në të ardhmen në qeverisjen e tij, drejt për së drejti ose tërthorazi sipas planit. Hamasi liroi pengjet e fundit izraelite të gjalla nga Gaza të hënën, sipas një marrëveshje armëpushimi dhe Izraeli dërgoi në shtëpi autobus plot me të burgosur palestinez. Ushtria izraelite tha se kishte marrë të 20 pengjet e gjalla pas transferimit të tyre nga Gaza nga kryqi kuq. Kthimi i pengjeve në shtëpi u prit me brohoritje, përqafime dhe lot midis mijëra njerëzve që prisnin në sheshin e pengjeve në Tel Aviv.